Ke dhe shokun tanë që tjetë ma I fortë në fe, ma fukara në dunjo. Shokun tanë që e shëqonë gjithë një, tjetë ma I fortë në fe, ma fukara në dunjo. E shëqënon njonin që I ka dunjo ma pak, e shim shef mirësit e Allahut azza wa jalla të ti. Ndërsa në fe, mos ga po me të shëqëru njonin që ma I dopë ta forcoj unë, për çka këse ti aj dopsor, ti po është si aj, ti sën asë si, I e doan gji, mos I shëqëroj doan gjit, për çka shëqëroj pa doan gjit, shoqëroj njerëz të cilët janë ma mirë në din, ma spaku, shpaton prej krije lartësish, dhe shë vetën se s'kan shna kurkun, edhe atere mirësh me vetë vetën, e I haron të tjerë, po problemi jonë është, se po I shëqrojmë njerë që ma dopë që janë fe.